Deshjet I kam shiku disa, po këto dy lojtë e gjysmëfinales edhe tash të finales po I ndjeki. Dy gjysmëfinalet ka qenë të jashtëzakonshme, njëna për ty ne isha musafir në televizionin e juj. Edhe menoj që sot është një ndeshje tepër rëndësishme të dy mentaliteteve që pak a shumë janë të njëjta, edhe Spanja dhe Argentina. Si e parashikon këtë finale? Nuk e di për parashikim, kohët e fundit s'po bëj parashikime, po dëshira ime është që, madje nuk po them as Argentina, dëshira ime është që Messi ta përmbyll karrierën, ashtu qysh e ka pas krejt angazhimin e karrierës, I ka fitu gjitha, ka fitu edhe kupën e botës, por megjithatë, sikur mendoj që do të ishte drejtësi, sikur Messi ta përmbyll karrierën edhe një herë duke ngrit trofeun e më të mirit në botë. Faleminderit shumë. Është shumë kënaqësi që të kemi këtu. Për këtë intervistë me kryetarin e komunës së Mitrovicës, Faton Peci, I cili njihet edhe si një nga